Fustanella 500 fletësh e jugut, veshja e grave të Lunxhërisë, jelekët apo kalcat e qëndisura në ar, motivet gati të humbura të dekorit të veshjeve popullore, por i sillen në jetë në Gjirokastër nga stilistja Lizeta Hatika. Kostumet për restaurim vijnë nga zona të ndryshme të jugut, po dhe jashtë rrethinave të Shqipërisë. Kryesisht janë individ të ndryshëm, të cilët i kanë në pronësi të tyre këto kostume dhe i sjellin te ne për t'i rindërtuar, për t'i restauruar, për të riparuar dhe me remetuar fijet që ato janë qëndisur ose janë punuar. Domethënë janë individ të cilët i kanë në pronësi këto kostume. Pjesa më e madhe e porositëve janë ata emigrantë që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë, të cilët bëjnë porosi për evente të ndryshme familjare. Kryesisht si vitin e kaluar dhe si vjet janë bërë goxha porosi për dasmat, fejesat e tyre që ata bëjnë në vendet ku jetojnë, kanë marrë kostume qoftë me qira, qoftë edhe kanë bërë porosi. Pjesa më e madhe janë gjyshër, të cilët ja u bëjnë nipave apo mbesave të tyre dhurat një kostum tradicional, si një dhuratë speciale për ditët e fejesave dhe të dasmave. Por edhe ne gjatë gjithë vitit marrim porosi të ndryshme për festat e të gjitha kohës e të gjithë vitit që ata kanë dhe zhvillojnë në vendet ku jetojnë. Mund të themi që si vjet kemi filluar të marrim porosi që tani për sezonin e verës, për sezonin e dasmave që ata bëjnë porosit për t'i mbyllur, për të kompletuar dasmat me kostumet tona. Puna për të rikrijuar disa prej veshjeve ka kërkuar hulumtim në terren, këshillim me studiues dhe përshtatje të materialeve. Nuk mund të themi se mund të shpëtohet 100% nga ne si individ, të cilët punojmë edhe bëjmë këto kostumet tradicionale për t'i mbajtur gjallë. Duhen përpjekje akoma më të mëdha dhe duhet që të mblidhen komisione apo grupe etnograf të cilët janë të njohur për këto fusha, për të vënë në vend të gjitha të që ne kemi në trashëgimin tonë kulturore. Sepse rëndom po shikojmë që po deformohen shumë kostume, po ju prishet gjithë motivacioni, gjithë dekoracioni që ato kanë, në mënyra si reklamohen, në mënyra se si ato shiten apo propozohen dhe janë në treg, janë shumë larg motiveve dhe modeleve të vjetra autoktone. Për këtë gjë, unë them se nuk mjafton puna jonë si artizan, por duhen të ngrihen grupe të cilat duhet të merren më në brendësi të trashëgimisë kulturore dhe të vendosen disa rregulla ose disa instanca të cilat të penalizojnë ata individ të cilët e prishin apo e deformojnë një kostum tradicional popullor. Veçantia e kostumeve të vjetra edhe rindërtimi i tyre është një përgjegjësi e madhe, për arsye sepse çdo kostum ka motivacionin e tij dhe simbolikën e tij. Në shumicën e rasteve shikojmë që shumë artizan i kanë deformuar edhe kanë futur të njëjtat ngjyra dhe të njëjtën motivacion në shumë kostume dhe në shumë krahina. Por detaji dhe diferenca është në simbolikën e secilës krahin dhe secilit kostum që ne marrim për ta rindërtuar, duhet ta shikojmë me vëmendje, të zbërthejmë të gjithë modelin që të arrim të kuptojmë e kujt krahini është dhe veçantinë që ka nga një zonë tjetër, sepse në këtë kostum përfaqësohej denjësisht statusi që ai që e vishte kishte, mbante domethënë, dhe zona nga e cila ai vinte, në bazë të ngjyrës, të motiveve dhe të mënyrës së punimit të kostumit. Këto janë kostume të vjetra të vlehëve të Gjirokastrës, të cilat efekti kohë i ka shpërbër dhe ne na është besuar rindërtimi edhe ripunimi i të gjitha elementeve që ky kostum ka pasur. Kuptohet, ne do të përpiqemi që të bëjmë ripunimin e tij ashtu siç ka qenë ai, me këto mjete dhe këto mundësi që ne kemi sot. Ka përpjekje për të krijuar materiale autentike siç kanë qenë dikur. Janë disa artizan të cilët e kanë marrë shumë seriozisht dhe kanë filluar të punojnë ato materiale ashtu siç kanë qenë, edhe ashtu siç janë ngjyrosur fijet ose të gjitha materialet e linit edhe të shajakut. Por mendoj se duhet të mblidhemi të gjitha artizanët edhe të konsultohemi, të marrim secili përsipër ato
pjesët ose detyrat tona të cilat na takojnë për t'i rindërtuar ashtu siç kanë qenë edhe ashtu siç duhet të jenë. Sepse nëse janë bërë dikur në atë mënyrë, me ato pak mundësira dhe me ato pak hapësira që kishin të parët tanë, pse mos i ndërtojmë ne dhe t'i ruajmë sot me këto mundësi dhe me këto hapësira që ne kemi në të njëjtën mënyrë, në të njëjtën teknik, edhe të vazhdoj trashëgimia të mos humbasi ta kemi të tjerët ashtu siç e kemi ne sot. Gjirokastra ka qenë qendra e dytë më e rëndësishme e qëndisëtarisë dhe kostumeve pas Stambollit, që prej mesjetës së vonë. Në qytet kanë porositur veshjet e tyre personazhe të njohur publik, diplomat, luftëtar, intelektual dhe udhëtar. Lizeta Hatika dhe shumë artizan të tjerë janë duke i kthyer pazarit të Gjirokastrës karakterin e tij tradicional si zemra e artizanatit dhe zejeve.